o baba im, vepro si që je urdhëruar, nuk i tha si që ke pa në ëndër. Mua do të më gjesh në mesin e durimtarëve me lejen e Allahut. Unë kam pa në ëndër që po të pres, po të flijoj ty, çfarë po thua ti? Çfarë mendon? Ëndrat e profetëve dihet se janë vahi, janë shpallje, e Ismaili i vogël e kuptoi këtë. Tha, ja ebeti fa'al ma tu'mar. O baba im, vepro si që je urdhëruar, nuk i tha si që ke pa në ëndër. Pra, ja interpretoj ëndrën se ti ke marrë një urdhër prej Allahu xhalla xhelaluhu, se tajiduni insha Allahu minas sabirin, mua do të më gjesh në mesin e durimtarëve me lejen e Allahut. Pra, edhe kjo gatishmëri në këtë familje është shumë e madhe. Unë do të isha korrit para Zotit, po të kisha marrë një urdhër të tillë, po edhe me pas kalu provimin unë, do të ishin korrit fëmijët e mi që të më thonë, o babë, bën çfarë të duash. Por të bësh punën e Ibrahimit a.s. natyrshëm që do të shpërblesh edhe me familje. A nuk e patë se si u shpërbly me Haxherën? Ati ju rrezikonte Sara, a i bëri 2 gra. A e mori gruan dhe nuk ishte fëmijë e u bë baba. Për të larguar çdo njoll të xhelozisë, Allahu xhalla xhelaluhu i tha, jo, ti prap do të bësh baba dhe me gruan tjetër, me cilën më herët nuk e pasur fëmijë. Pra, natyrshëm që në këtë shtëpi do të linden edhe fëmijët ndryshëm, do të jenë edhe njerëzit e tjerë që duken të rëndom ndryshe. Do t'i thotë pra, i fal ma tu'mar se tajiduni inshallah minas sabirin. Bëj çfarë je urdhëruar se unë do të jem durimtar pa dyshim.